me sa di, e din që ka me pas një presion shumë të madh, i cili veç ka fillu, që të filloj zbatimin e marrëveshjes ose marrëveshjeve të nënshkruara në Bruksel edhe zotimive në Ohër. Kështu që duke shpresu që me prolongimin ose me zgjedhjet e reja, për t'i bërë zgjedhjet e reja do ta prolongoj fillimin e zbatimit të marrëveshjeve, është një çështje me të cilën ne po menoj, po kalkulon. Thelbi i problemit këtu është, pse Kosova nuk ka sot e nesër president, se mund ta kishte edhe para një muaji të votuar. Thelbi kryesor i tij është zbatimi i marrëveshjeve dhe dobësimi i PDK-s. Këtë ka tani, është projekti i tij. Agjendë politike kurrë këtu. Po. Shmang, tërvatet shmang zbatimin e marrëveshjeve që ka arritur vetë dhe ta godas PDK-n. Jo, si ka arrit vetë. Si kryeministër, unë po flas si kryeministër i Republikës së Kosovës. Marrëveshjet e Brukselit dihet kush i ka nënshkru, zotimin e ka bë ky, s'po them me presion, por për mua ka qenë mençuri politike, sepse ato i ka nënshkru presidenti dhe ministri i jashtëm i Kosovës dhe nuk ke si ikën asaj pune. Ka qitë ato kthysat e veta, jo për fillojnë për kësaj pike, jo për asaj pike, jo për dojnë për të parë që për dytës. Fillojnë me krejt. Ato siç janë, edhe problemi është që Kosova duhet me hyjë e pamvarur në BE, Kosova duhet me bë pjesë e OKB-s, dhe çështja kryesore që është dhe ka qenë dhe mbetet është mbështetja e Këshillit të Sigurimit dhe e vendeve që e kanë njoft Kosovën dhe duhet ta njohin tjetër për të bërë pjesë e OKB-s. Duke bashkëpunu me NATO-n dhe me BE-n, na kemi veç perspektivë të fuqishme edhe të sigurt, më të madhe se sa duke ju rezistuar atyne qëndrimeve ose duke rezistuar dhe duke refuzuar marrëveshjet të cilat i kemi nënshkruar.